Sara Gjerdeni ka qenë ftuar në një emision. Përveç se jetës së saj private, ajo gjithashtu tregoi dhe shtëpinë ku jeton së bashku me partnerin e saj Bardhin dhe vajzën e tyre Nea. Kemi ardhur këtu në muajin prill, kur unë isha vetëm një muaj shtatzën dhe është një shtëpi goxha e shtrenjtë për ne, deklaroi ndër të tjera Sara Gjerdeni. Nga ana tjetër, këngëtari Bardhi e ka befasuar Sarën me një buqet trëndafilash të bardhë, mbi të cilit ishte shkruar fjala Queen, pra mbret e resh. Sara ka ndarë një story pamjet e dhuratës romantike, duke shprehur emocionet përmes një dedikimi të shkurtër, ku i ka thënë Bardhit të dua. Çifti, i cili prej kohësh është një ndër më të përfolurit në showbiz, shpesh ndan momente të tilla të afërsisë dhe duket se marrëdhënia e tyre po shkon drejt stabilitetit. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Sara dhe Bardhi u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë të famshme në Shqipëri, ku lidhja e tyre si fillim pati shumë kritika dhe nuk u besua nga fansat, por ato kanë treguar se dashuria e tyre ka qenë mjaft e fortë dhe tani më janë të lumtur bashkë me vajzën e tyre të vogël, Nean.